komplikime tjera më të rënda. Pyetjet më të shpeshta që i marrim rreth Ramazanit janë pyetjet nga personat që janë me hipotirozë dhe që përdorin tableta levotiroksin apo TK. Të gjithë pacientët e dinë që tabletat për gjendër tiroide duhet të merret në lugë të zbrazur 30 deri në 60 minuta para ushqimit. Në Ramazan janë dy opsione: të merrni tabletat për gjendër tiroide 30 deri në 60 minuta në syfyr para se të konsumoni syfyrin. Opsioni i dytë është të merrni tabletat për gjendër tiroide para gjumit, do të thonë 3 deri në 4 orë pas vaktit të fundit të konsumuar. Ju e dini tashmë se tabletat për gjendër tiroide nuk duhet të konsumohen me qumsht, me kafe, suplementet të hekurit apo kalcium. Pacientët me hipotirozë zakonisht nuk kanë komplikime gjatë muajit të Ramazanit dhe as nuk kanë ndryshim të dozës terapeutike.